Përshëndetje me që bëni scroll në Instagram edhe menoni pse s'jo mone aty. A ju ka ndodhur ndonjëherë me menu që po hopni diçka të mirë e mos me di çka është. E po urime, kjo ndjesi e ka emrin FOMO e marketingu e don me zemër. FOMO ose Fear of Missing Out është frika që ti po humb diçka që tjerët po përjetojnë. E çka bën marketingu në këtë rast? E merr këtë frikë edhe ta paketon në formën e një oferte që shkruan vetëm sot 30% zbritje. Imagjinoni story në Instagram ku 5 njerëz po e hajnë një mëngjes shumë të mirë. E në fund storyt po shkruan tips se si e këto. Edhe nëse ke hongër e je full, për një herë ndihesh si me porosi diçka, veç mos me mejt jashtë grupit. FOMO është thik me dy teje. Shpesh të bën mu bo pjesë e grupit, po ka një herë të bën edhe me blej sene që nuk ki nevojë. Dërgoja sot dikuj që blen çdo sen që e ka një kod caktuar. Ose më mirë bëni atak edhe vetës. S'është tort me pranu që marketingu i mirë për një me funksionon.